Mungesa e kapakëve të pusetave në kryeqytet jo pak herë është kthyer në një shqetësim për qytetarët apo drejtuesit e mjeteve, teksa Bashkia e Tiranës mjaftohet që qytetarëve të shërbejë duke gjobitur me karrotrecin e parkimeve, ndërsa harron se në mes të kryeqytetit ka ende puseta pa kapak. Ai një report ka mundur të sigurojë pamjet ku një i moshuar 92 vjeçar, identifikuar si Ismail Murati, në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure, ka rënë në puset duke psuar dëmtime të rënda. Siç e shihni nga pamjet, puseta ku ka rënë Murati është pikërisht në murin rrethues të Ministrisë së Ekonomisë, dikur ish Ministria e Mbrojtjes, por edhe pse në mes të Tiranës, punojësit e bashkisë nuk e kanë vënë re për ta riparuar. E sikur mos mjaftonte neglizhenca e bashkisë për të riparuar pusetën, i moshuari është përballur dhe me vonesën e urgjencës, që sipas qytetarëve dhe policisë së komisariatit numër 3 që ndihmuan të moshuarin, u vonua për më shumë se 20 minuta. Por vonesa e urgjencave nuk përbën një rast të pazakont kur qytetarët shqiptar kërkojnë në ndihmën e parë. Vetëm pak ditë më parë në Qerret Kavajës dhe në Shëngjin proceduan stafi urgjencës pasi shpërdoruan detyrën duke vonuar në dhënien e ndihmës së parë. E teksa me mjete rrethanore qytetarët që ndodheshin aty pranë dhe policët i kanë ndaluar hemoragjin të moshuarit Murati, stafi mjekësor duket se pret që policia dhe qytetarët të ngrejnë barelen, pasi mjeku dhe infermierja nuk ja dalin dot.